Pejgamberi alayhi salatu selam nuk është hidhnue kur ndonjëherë gruaja është hidhnue. Ka ndodhur Aisha radhiyallahu anha mu hidhnu ndonjëherë me pejgamberin alayhi salatu selam. Edhe këta nuk e ka këtë privilegj pos Aisha, edhe gratë veta. Pra, nëse thot njëri, nëse u hidhnu Aisha, a banun e ndonjëherë mu hidhnu me ndonjë hadith, jo, shkon imani komplet. Nëse ti e beson se aje ka thënë dhe ti nuk kënaqesh me ta, ajo rrezik imani. Ndërsa Aisha ka pas raport bashkëtorë. Tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu selam i ka thënë një ditë: "O Aisha, unë e di kur ti i e kënaq me mua edhe kur i hidhnushëm." Shikoj, e kënaq edhe i hidhnushëm. Ka thonë, pika e di ja Rasulullah, për nga e di se jam i hidhnushëm apo pajtushëm. Ka thonë, shiko, kur jeti e kënaq me mua, radhije, kur je razi me mua, kur fol, thu po pasha Zotin e Muhamedit, jo pasha Zotin e Muhamedit. Njeri kur pa Muhammed, apo po pasha Zotin e Muhamedit, jo pasha Zotin e Muhamedit. Ka thonë, ndërsa kur je i hidhnushëm, thue jo pasha Zotin e Ibrahimit. Atëri ka thonë Aisha radhiyallahu anha, ejel ja Rasulullah. Ka thonë, po vallahi ja Rasulullah. Ka thonë, unë nuk muj me të refuzu po se emnin. Pra unë në zemër prapë maj, po të njerë kur i dhnona, thamë jo pasha Zotin e Ibrahimit. E na e dina kur i dhnona shka na thojnë. Allah isha nga përmison të gjithve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i sjellshëm edhe kur ata ishin të nervozuara. E njëri thot, çish ka mujt një gruaje mu i dhnu me pejgamberin alaihi salatu wassalam. Gruaja ka qenë. Gruaja ka qenë. Madje pejgamberi sa mi ka ndodhur edhe më shumë se kaq. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditë për ditëve, ka ardhur njëna prej grave të veta dhe ka marrue Yemek. Ka marrue Yemek. Dhe i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, hapi Yemekit. Ai ka thënë jo s'ha. Ka thënë ha se ta marr Yemekin ta gjujnë ftir. Gruaja tjetër, ortake. Edhe ajo nuk ka hangër e ka morë e ka gjujtë ftir. E ka morë, mirë Yemekin e ka gjujtë ftir. Ti me ndodh kjo, ti me ndodh, ka qesh, ka thonë, tash ti këtheja Aishës, mere dhe Yemek, ti qash gjuja në ftir. Dhe kanë kesh bashkë edhe e kanë te kaluar situatën. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam me gratë e vetë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam asnjëherë nuk i është i dhnuar grave të tij dhe ka qenë i kujdesshëm që mos tua lëndon ndjenja. Gjithashtu nga Anas ibn Malik radhiyallahu an ka ardhur se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur është shqetësuar një gruaja vet e ka marrë dhe i ka fol kadale për ta shqetësuar. Një ditë për ditëve e sheh gruën e vet Safijen tukajt. E sheh Safijen tukajt. Edhe i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pse po ka? I thot gruës vet, pse po ka? I thot ja Rasulullah, Hafsa gruaja Omerit, çika Omerit, gruaja tjetër e pejgamberit alayhi salatu wasallam, gjatë muhabetit i ka thonë, hajtë se ti je çik jehudie. A shiko? Shiko vëllazër, këto janë normalitet se duhet t'i pralojmë kështu që janë. Nëse gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasallam, një çika e Omerit, a mund të paramenu çfarë çike ka edukuar Omeri kur e dim ç'është Omeri? Megjithatë gratë ndodh apo don, lshojnë llafën në mesveti. Ka thonë hajtë se ti je çika e jehudies. Edhe ka filluar me çajt kjo. Se unë pse kam babën jehudi, unë jam jehudi, unë jam muslimane, edhe jam gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Atëherë kur e ka pa pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë innaki labnutun la ibnatu nabiyyin wa inna ammaki la nabiyyun wa innaki la tahta nabiyyin fa fima tafkharu alayki. I ka thonë oj Safije, kjo ka për më babën e ka pas jehudi. Dhe baba vet ka dashur me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa Allahu që ka bërë rizq që qika vetë më kanë gruaja e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë oj Safije, ka thonë ti je qika e pejgamberit, sepse Safia ka qenë nga mbesat e Harunit vllaut Musait alayhi salatu wasalam. Pra ja ka përmendat babgjyshin. Pra është e vërtetë se Hujejin e ki bab, po ky Hujeji përfundon në Haruni alayhi salatu wasalam. Ka thonë ti je mes e pejgamberit, apo dhe agjën e ki pas pejgamber Musa'in alayhi salatu wasalam. Ka thonë dhe je nën kurorën e pejgamberit, mua a je gruaja ime? Po. Ka thonë me çka krenohet kjo përmitje? Po kjo shiko Omerit, a ti bab edhe agj i ki pejgamber, i je gruaja pejgamberit, pra ti më e privilegjuar je se sa Hafsa e bija e Omerit. Kit kjo vëzë çka argumenton?
Se pejgamberi nuk ka thënë, hajt tash mirë në vesh aty vetë se ashtu vetë në rrok. Jo. E ka morë pejgamberi dhe e ka qetësu. Shiko ku i ka shku mendja. Ali sallallahu alaihi wasallam, megjithëse ai ka qenë i frymzuar, ja ka përmend një bab gjysh atje të largët, i cili ka qenë pejgamber. Ka thënë kata. Te e ki babën jehudi, po këto jehudit janë bit pejgamberëve. Ato kanë devijuar ma vonë. Kjo ka qenë prej sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pasur një grua të smut, ka ankuar diçka, e ka marrë pejgamberi dorën e vet, e ka ngjit me dorën e gruas vet, edhe ka bëu dua. Pra ka qenë shumë i dhëmshur kur o konë njëna për tyre e smut. E na që thojna, haj qush ndoshtë se s'ka hije kështu. Nuk shkon kështu vëllazë. A duhesh me kadu kujdes, duhesh me kadu çka ke nevojë. E kështu më radh, sepse apo të vjen mirë ti me shërbyer 24 orë, me ta ruaj nderin 24 orë, me shërbyer 1 vjet, apo e sidomos edhe tash Ramazan. Shikoni vëllazë. Është shumë e rëndësishme që gruas mos t'i humbët mundi, sepse humbja e mundit, shkelja e mundit, psikologjia sot e ka vërtetuar se sa më shumë dikujna që e kryen një punë, i thu, bravo të kohë, klum, i shtohet vullneti në përsosin e veprës. Në përsosin e veprës. E kur ti i thu, hajt se kur gjo si t'u bo. Ajo ullët, i bjen vullneti, apo? Andaj për nësam nuk i mohon të drejta. Shiko, për nësam, kur ishte e smund, i shkon të afor, ja mirë të dorën e vetë, ja nënë të deballi vetë, edhe thonë të Allahumme rabben nas, edhibil bes, ishfihi wa ente shafi, thonë të o Allah, ti e shëruesi, shëroje. Ti e shëruesi, shëroje. Me një shërim i cili nuk le pas asaj as një smuje. Kjo ka qenë prej sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej sjelljes pejgamberit e cila është maja. Vallahi ka një herë çdo transmetime mos më kanë në librat e muslimanëve. Thu, a për një mesë çdo pejgamber mosilla? A dinim se ndodh kjo vëllazë? Se na rritmi në sokake dhe mahalla, dhe na krijon perceptime, dhe na krijon bot kuptime të gabuara, e pastaj kur e shikona, a çështu si ju pensam? Po çështu si, pse ai vjen te një rreth tjetër. Ai nuk e ka sikletin, çka po thot mahalla, çka po më thonë, njëri thot, mbje burnia hoxha se kesh te vone. S'bje hiç burnia vallahi. Vallahi pse më kanë në kuzhinë. Pse më ka shku te veni ku i ka pas baktit, e ka shiku delët, e ka mbjell delën, ka marr, i ka rendit ent. Kështu e ka të përshkujt Aisha radiallahu anha. Dëgjoni këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam se si ka mri kulmi i dashurisë ndaj grave të veta. Në ditë për ditëve Safia ka qenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam duke shkuar në haxh. Edhe në haxh kanë shkuar përpara me kuaj, me deve, me çka kanë pas. Apo edhe duke shkuar rrugës, arabët e kanë dashur hyjvanin që e kanë përdorur. Nuk e kanë shkel hyjvanin. E kanë rujt, derisa i ka limue kuaj që i ka pas, alayhi salatu wassalam. Dhe ka thonë, vazhdon khajri mu kanë që to ftyrat e kuajve. Vazhdon lufta në rrugt të Allahu xhelala me këtë kuaj. Apo, tani, sa për ta kuptuar. Safia ka pas një deve e vetë, sikur sot që e ka veturën e vetë. Apo, sikur sot që e kemi veturat, pejgamberi ju ka caktu shpesh të vetën. Ka thonë që kjo kushtimisht vetura jote. E ka pas si cëllat vetën. Apo, dhe fillon ullët devja jo si në zakonçmën, devja e Safijës. Edhe janë nisë të mërzit. Apo, janë nisë të mërzit. Dhe është normal. Dhe Ibn Hazm al-Asqalani, tani nuk kemi me përmen shumë dobin nga se na del teman nga vendi vet. Ibn Hazm al-Asqalani thot, në këtë hadith dhe në këtë mërzit e Safijës ka argument që lejohet mu shqetësu për materialin, por pa e tepruar. Ka nis devja po ulet, pra s'pohet qish duhet, edhe është mërzit. Safia radiallahu anha. Dhe ja ka nis me kajt. Kur e ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka thonë, pse po kanë? E ka po, nësëm se po kanë për devën se u ka ul para kohë. I ka morë pejgamberi alayhi salatu wassalam me durët e tyra të ndarshme dhe ja ka fshi lotin. Edhe i ka thonë, domthon, kuptimin e ka ngushëllue me durët e veta. Cili për neve zërë dënjara ka bo këta? Që grujës vetë, bashortës vetë, mi e largu një shqetsim këtë formë. Dënjarë shqetsimin më të madhë që e ka. Aja e banë gajnë në këtë shpijës, apo edhe te e këshirë me mrolla. Dhe të hamë, shiko, përdorë mi shpejë që valla dënjarë të turpë është mi kalzuë. Dërsa Ibn Hazm al-Asqalani që ka thotë, dërsa nëse e shikojmë, sebepin, pse ja ka fshi lotin, a i ka dik baba, s'mundi shka, jo, sa ti punu devja.
Por që më njani me papi neve, gruën e vet. Tu kajt. Pse je tu kajt? Thot sa të punu shporeti. Na e kishmi këtë shpordor këta. Nësa nuk i dha, po ku ka atë për këtë punë? Jo. I mori jafshin i lotin sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha alaihi salatu wassalam, hadithin që ka dhënë Imam Ibn Majah nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, ka thënë alaihi salatu wassalam, Allahumma inni uharriju haqqa ad-da'ifaini al-yatimi wal-mar'a. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam, o Allah, unë peshtrëngoj hakin e dy zaifëve, dy dobtëve. I pari dopt është jetimi, i dyti dopt është gruaja. Gruaja vjen pi shtëpisë huj, edhe të bëhet gruaja e tij. Edhe të shikon tije sikur më pas jetu tankon me tije mos me pas kur babe nan. Megjithatë sa pak ja dinë hakin e lusme Allahu që Allahu xhelalu ta përmirëson të gjithëve.